Në rrugën e Unazës në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë po ndërtohet një pallat shumë katësh, i cili aktualisht ndodhet në fazën e hapjes së katllavanit, por ndërsa punimet vijojnë me ritme intensive, banorët e zonës dhe qytetarët të cilët qarkullojnë çdo ditë në këtë aks, po përballen me një sër shqetësimesh të shkaktuara nga firmat e ndërtimit. Situata ka dalë jashtë kontrollit dhe se mungesa e masave teknike po sjell dëmtime të rrugës, dotje të mjedisit, si dhe vështirësi serioze për komunitetin. Siç duket edhe nga pamjet filmike, uji që del nga gropa e katllavanit po përhapet në rrugë, duke krijuar balë dhe vështirësi në qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Një nga rrugët më të rregullta që ka pasur qyteti po degradohet dita ditës për shkak të mungesës së kontrollit dhe masave mbrojtëse gjatë punimeve, por problemi nuk mbetet vetëm tek uji. Banorët ankohen se firma e ndërtimit po shkakton edhe ndotje të konsiderueshme të mjedisit. Rruga është mbuluar nga pluri dhe papastërtia, ndërsa automjetet e tonazhit të rënd, të cilat dalin nga kantieri, lëvizin pa largomat, duke transportuar balë dhe dhera përgjatë aksit rrugor. Sipas qytetarëve, situata bëhet edhe më problematike gjatë orëve të pikut, kur qarkullimi është më i dendur dhe pluri ngrihet në ajër nga lëvizja e mjeteve. Në raste të tilla, firmat e ndërtimit janë të detyruara të zbatojnë masa të qarta teknike dhe mjedisore. Çdo mjet që del nga kantieri duhet të kalojë në pikë larje për gomat, ndërsa dherat dhe materialet inerte duhet të transportohen të mbuluara në mënyrë që të mos ndodhin rrugët dhe ambienti përreth. Në këtë rast, këto standarde nuk po respektohen. Firmat le të punojnë dhe të fitojë, por jo duke rënë në qafë të qytetarëve, ndërsa duhet të ketë një ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Banorët kërkojnë që Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia dhe strukturat e mjedisit të ushtrojnë kontrolle dhe të detyrojnë kompaninë të zbatojë rregullat. Një tjetër shqetësim mbeten edhe zhurmat e shumta të shkaktuara nga punimet, si dhe lëvizja e mjeteve të tonazhit të rënd. Banorët thonë se gjatë ditës dëgjojnë zhurma të forta nga makinerit, duke krijuar shqetësim për familjet të cilat jetojnë pranë kantierit, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët. Zona e ujit të ftohtë është një nga pikat më të frekuentuara dhe më të rëndësishme turistike të Vlorës, ndaj qytetarët kërkojnë që investimet dhe ndërtimet të realizohen me standarde, pa dëmtuar cilësinë e jetesës, si dhe pa shkatruar infrastrukturën ekzistuese. Ata theksojnë se zhvillimi është i nevojshëm, por ai duhet të ecë paralelisht me respektimin e ligjit, të mjedisit dhe të komunitetit.